Wow, më në fund, pas kaq vitesh martes, mësova si ta kthej sherrin në diçka pozitive për veten time. Po ua tregoj dhe juve gra, që thatë juve dje isha në punë, në 10 orë punë, 2 orë udhëtim, 1 orë vete, 1 orë vi. Mbasi mbarova punën, bleva dhe ca gjëra në supermarket për të gatuar për familjarët e mi, sepse këta nuk e hanë asnjëherë ushqimin që është gatuar një ditë përpara, vetëm unë ha të djeshmin, të pardjeshmin, të parapardjeshmin e kështu me radhë. Nejse, pasi erdha në shtëpi, shikoj burri ishte pozicionuar aty tek pjesa e kuzhinës. Thash, shiqyr që s'është në pozicionin e tij të përditshëm, të preferuar, ulur te koltuku, po është te kuzhina dhe mbase më ndihmon që ta përgatis ushqimin pak më shpejt. Kur ju afrova aty afër, këtu filloi problemi pastaj. U nervozova për momentin, për pak sekonda shumë fare, sepse gjoj që kishte bler ushqime jashtë, kishte bler ushqime fëmijëve si pica, McDonald's, KFC, digjon se çfarë të tjera, i kishte bërë shpërndar ato bokset atje me radhë. I thash o burr, thash, po çka ke bërë kështu? Pse u ke bler fëmijëve kur unë gatuaj vetë ushqim të freskët? Ushqimin tënd se duan ata, tha. Do me thënë, fëmijët e mi pëlqejnë ushqimin e botës, por nuk duan ushqimin e mamas së tyre, kështu i bie. Po jo, tha, ti këtë punë ke, sa vi në shtëpi fillon me sherr. Sa hyn në shtëpi, gërvër, nuk durohesh më. Vërtet i thash? Kaq ishte sherri. Ika në dhomë të gjumit, u shtrita në krevat, doni ju që më zuri një gjumë mua, që në orën 7:30 të darkës, deri 7:30 të mëngjesit. Sot jam kaq e qetë, kaq e lumtur, kaq e kthjellët. More më bëri mirë ky sherri, prandaj ju gra, kur t'u kapi sherri, kështu si puna ime, mos e zgjasni shumë. Mos filloni të kujtoni ç'a gabimesh ka bërë burri në të kaluarën, se kemi gjik zakon e femrat. Por i bini shkurt aty për momentin, edhe vazhdoni me një gjumë prej 12 orësh në krevat. Është gjëja më e mirë që mund të bëjmë ne mbas një sherri. Kështu që unë do të aplikoj gjithmonë, aplikojeni dhe ju se të keni rezultate të mira. Uroj të kaloni një ditë bukur kudo që jeni. Kalofshi bukur!